Të gjithë ata që janë të kyçur në sistemin e arsimit duhet ta pranojnë se sukseset po mungojnë në përjashtim të disa rasteve të ralla. Herëherë mësimdhënësve u mungojnë aftësitë e nevojshme komunikuese për t'u marrë me sjelljet problematike të nxënësve, por kjo nuk mund të jetë arsyeja kryesore që nxënësit nuk mësojnë. Psikologët thonë se rezultatet që arritën nxënësit në Gjakov në tremujorin e parë të gjysmëvjetorit të dytë janë të dobta. Mungesa të shumta, disiplinë e ulët gjatë procesit të mësimit, mos respektim deri në ofendim ndaj mësimdhënësve. Këto janë fakte që çdo ditë i pohojnë vetë nxënësit, por edhe mësimdhënësit si në Gjakov ashtu edhe në tërë Kosovën, e të cilat janë mos e brengosse. Të gjithë jemi dëshmitar dhe e dim se para pak kohe u therrën me thika para shkollave të mesme në Gjakov, pastaj u rrëmbye vajza para shokëve të shkollës, dhunë e pasiguri thuajse çdo ditë para dhe pas mësimit. Për të arritur kulmin fakti se ditën për diell u vodhën 8 ditar të notave në shkollën Mazlom Këpuska. Sipas policisë së Kosovës, akoma janë në hetim të këtij rasti pa i gjetur fajtorët. Nga ana tjetër, derisa drejtorët e shkollave thonë se çdo gjë është në rregull në shkollat që drejtojnë, e vërteta është ndryshe. Vetë suksesi i dobët është tregues se këtu diçka nuk shkon. Nga ana tjetër, prindrit pak po interesohen të dinë se si po ecë fëmia në shkollë, në përjashtim të rasteve kur kanë kritika për mësimdhënësit duke i dalë në mbrojtje në çdo rast fëmijës së tyre. Duket qartë se trekëndshin nxënës, mësimdhënës dhe prind nuk po funksionon. Rrjedhimisht, nëse vazhdohet kështu nuk mund të ketë sukses, ose do të bjerë edhe ai pak sukses që është arritur.